350 vetë i kanë morë si dëshmitar të rejshëm edhe s'kanë mujtë me gjithë fakte. Kalkun e sëd i majnë edhe prapë për lypin 45 vjetë burgim për ta. Ata janë qëllimtar tërnë, ata janë njerëzit që kanë luftu për atë dhe, ata janë njerëzit që kanë luftu për shqiptartë, ata janë njerëzit që kanë luftu për Kosovën, mi sliru venin e vetë. E sot jo me majtë ata në burg. Me qëllim janë me shue njerëzit të luftës që kanë sliru venin e vetë. Me qëllim e kanë këtu. Ata është dashë me qenë këtu. Pa marë parasysh kush janë. Ata janë njerëz të Kosovës. Ata janë e kanë udhëheq UÇK-n. Ajo prokurori po lyp me dënu UÇK-n kompletisht, komplet. Jo veç individual, që ata janë udhëheqja. Kriminalët e vërtet që kanë bërë, domethënë, krimet në Kosovë, ata janë dënuar shumë më pak, domethënë të qenë kriminal, që kanë bërë krime në ish Jugosllavi, e më shumë të ne, edhe në Bosnjë, edhe në fillim është ditë, sepse kjo gjykatë është e padrejtë, kjo gjykatë është politike, domethënë është treguar në vetë, mirë po, edhe ne kemi shumë faje pse lejum me formu një gjykatë tillë, duke ditë se kjo do të jetë e njenshme, edhe vërtet është e njenshme. Serbia neve na ka dëmtuar, njerëzim me pasunie, infrastrukturë krejt senet, aja përrin, kurse na jem viktim, aja përrin e qetë. Shumë pa drejt është, po të pa fajshëm 100%, se na nuk kemi shku në tjetër shtetë, me marë tokë, me marë territor, po e kem brojt sa ke mujtë këtë vendin tonë,